Një sherrë mes 3 personave në Urban ka përfunduar fatal për 22 vjeçarin Saimir Çerpja. Ngjarja e rëndë në të cilën njeriu ka gjetur vdekjen e menjëhershme është shënuar brenda autobusit të linjës Uzina Autotraktorëve Qendër, në zonën e ish-markatës së vjetër në lagjen Ali Demi në kryeqytet. Sipas policisë, në orët e vona të natës është arritur që të vihet në pranga një prej të dyshuarve, identiteti i të cilit ende nuk bëhet i ditur për shkak të hetimeve. Uniformat blu kanë bërë me dije se personi është rreth të 30-tave dhe ishte në gjendje të dehur. Mësohet se konflikti ka nisur pasi Çerpja ka debatuar me 2 persona e më pas është goditur me thik. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 23 kur viktima po kthehej në shtëpi pasi punonte kamarierë në një lokal në Tiranë. Sipas dëshmitarëve, gjithçka ka nisur pas një sherrri banal mes viktimës dhe 2 personave të tjerë, një sherrë i cili më pas ka degeneruar në përdorimin e thikës. Si pasojë e goditjeve me thik në zemër, i riu ka ndërruar jetë nga hemorragjia, ndërsa 2 autorët janë larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes edhe fale errësirës. Menjëherë në vend ngjarje kanë shkuar forcat e policisë, të cilët kanë marrë në pyetje shoferin e autobusit, Fatorinon dhe dëshmitar të tjerë të cilët ndodheshin në autobus në momentin e vrasjes së të riut. Komisariati nr. 1 i policisë së kryeqytetit po vazhdon ndërkohë hetimet për zbardhjen e ngjarjes së rëndë, e cila i mori jetën 22 vjeçarit Saimir Çerpja.